Këto pako ushqimore po dhurohen për familjet të cilat jetojnë në kushte të vështira të jetës. Antarët e shoqatës së motoristëve Steel Wings Kosova, Dega në Gjakov, morën iniciativën që të ndihmojnë me pako ushqimore dhe veshmbathje 30 familje të komunës së Gjakovës. Ndarja e këtyre ndihmave humanitare u bë sipas listës në të cilën janë të regjistruara këto familje në organizatën Kryqi Kuq. Sipas familjarëve, këto ndihma do të lehtësojnë sadopak gjendjen e tyre ekonomike dhe janë të mirëpritura kur dihet që është afruar edhe festa Kurban Bajrami. Jena 6 anëtar të familjes, të ndihma se morim sot janë të mira për neve. Për Bajram duhet më nani mua, kush si ka kushtet. Shumë të mirë të për ditë Bajramit. Faleminderit shumë. Gjatë ditës së sotme, përveç iniciativës humanitare, organizatën jo qeveritare Kryqi Kuq e vizituan edhe zyrtarët e shoqatës shqiptare personat në vështirësi nga Fieri. Ata përgëzuan këtë organizatë për punën të cilën e bën duke veçuar humanizmin që tregon ndaj qytetarëve të komunës sonë. Do vazhdojmë të bëjmë bamirësi ku ka troje shqiptare, në jug, veri, në Kosovë, në Maqedoni. Të bësh bamirësi është një veprim human dhe njerëzor. U jap fjalën që do të punoj me shpirt, të kemi mirësi, dashuri dhe paqe në botë. Ju faleminderit. Iniciuesja e kësaj vizite dhe iniciativës së dhurimit të pakove ushqimore Bleta Rogova falenderoi anëtarët e shoqatës shqiptare të cilët kanë ardhur nga Fieri për të bashkëpunuar dhe kontribuar në përmirësimin e jetës së familjeve në nevojë. Falenderoj edhe shoqatën e motoristëve Steel Wings, se janë ata që kontribuan sa që të jemi këtu. Edhe mendimin e tyre, ata nuk është hera parë që marrin pjesë edhe bëjnë këto gjërat humanitare, po mendimi i tyre ishte që të jemi bashkë me Kryqin e Kuq, nga që ju edhe zonja Luçi jeni pak a shumë ngjarje për njerëz që kanë nevojë për këto gjëra. Me këtë rast, drejtoresha e organizatës Kryqi Kuq, Flan Zabaki Alama, falenderoi vullnetarët për humanizmin që treguan si dhe shoqatën shqiptare personat në vështirësi për vizitën. Ju falenderoj shumë për këtë vizitë, edhe pres që edhe në të ardhmen kemi me pas një bashkëpunim, jo vetëm për me dhuru ndihma, po edhe për aktivitete tjera, edhe së bashku me u gjetë në momente duhuna njerëzve në nevojë. Iniciativat të tilla janë të shpeshta në komunën tonë. Sot edhe 60 familje të tilla kanë pasur rastin që të ndihmohen me pako ushqimore. Iniciativë kjo, e cila është marrë nga një qytetar i komunës së Gjakovës, i cili jeton dhe vepron në diasporë, dhe që i njëjti deshi të mbes anonim.